sepse në thelb kishim një parti politike dhe një kryetar të saj, i cili në njërin anë është i pangopur me pushtet, i do të gjitha, dhe në anën tjetër është i paaft të arrijë kompromis minimal. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 15 sosh, kanë qëndruar me plot gatishmëri dhe bindje për të dhënë zgjidhje stabilitetin institucional të vendit. Është kërkuar konsenzus, kemi marrë pjesë takime, është kërkuar emër, kemi dhënë dhe mundësinë dhe emrin për president. Na janë kërkuar nënshkrimet, janë ofruar ato nënshkrime, por në fund, në thelb të problemit, është parë që ky emër, pra i Vjosa Osmanit, është synuar më tepër si kurum për një president që ata qunin Karat.